Elvis, ti nuk je vrasës. Vrasëse ishte të kaloje jetën dyerve të gjykatave. Miku i Elvis Shkambit ka 2 fjalë për të. Një ngjarje tragjike e tronditi sistemin e drejtësisë në Shqipëri, ku gjyqtari i apelit në Tiranë Astrid Kalaj u vra me armëzjarri brenda sallës së gjyqit nga Elvis Shkambi, një 30 vjeçar që ishte palë në një çështje civile pronësie. Nga ato shtonat mbetën plagosur edhe Rakip dhe Ervis Kurtaj Babebir, gjithashtu të përfshirë në procesin gjyqësor. Autori u vedorësua menjëherë pas ngjarjes, ndërsa xhaxha i tij, Gjon Shkambi dhe roja i gjykatës u arrestuan si persona të tjerë nën hetim për ngjarjen. Së fundmi ka reaguar dhe shoku i autorit nga gjimnazi, At Pjetër Meshkalla, i cili në një prononcim për media të shprehur i tronditur dhe ka theksuar se Elvisi nuk ishte njeri problematik. Elvis, ti nuk je vrasës. Vrasëse ishte padrejtësia, vrasës ishin ata fashikujt e humbur në përgjykata të pronës tënde, aty ku duhet të ishin të sigurt. Vrasës ishin seancat gjyqësore pa mbarim në përgjykata. Vrasës ishin institucionet përgjegjëse që ju futën në konflikt të pakthyeshëm. Vrasës ishte ajo fëmiria jote e palumtur tek shikoje familjen tënde dyerve të gjykatave duke kërkuar drejtësi. Ti Elvis linde pronar, por jetoje me qera sepse pronën tënde e gëzonte dikush tjetër, madje disa prej tyre kishin ndërtuar shtëpinë e tyre dhe pronën tënde e jepnin me qera. Ti s'kishe mundësi të paguaje as qeran Elvis. Ty Elvis të riti gjyshja dhe nëna së bashku me motrën tënde, të riti me shumë sakrifica dhe mund, por ty Elvis të çoi me studiu në shkollat më të mira të qytetit të Shkodrës. Elvis, ti ishe një student i gjimnazit më të mirë në Shkodër, At Pjetër Meshkalla, që rije i ndrojtur në bankën tënde sepse nuk visheshe me rroba firmato, por ato që vishje i kishe të pastra. Ti ishe një nga nxënësit më të mirë të gjimnazit At Pjetër Meshkalla. Ti u diplomove për drejtësi Elvis, por ajo ta mori pengrinin. Edhe njëherë, ti nuk je vrasës Elvis. Zoti qoftë me ty. E paç jetën e gjatë o djalë, të duam dhe të mbështesim fort. Shkruar nga një shok i gjimnazit At Pjetër Meshkalla, Shkodër, 7/10/2025, shkruan ai.